punonjës të Kryeministrisë, të dashur qytetarë, mirë se po takohemi në këtë mbledhje të radhës së Qeverisë së Republikës së Kosovës. Në mesin e pikave të renditës së mbledhjes sotme e kemi një më të veçantë, është kërkesa për shpronësim të pronave të palojshme ish shoqërore të KBI Ereniku për ndërtimin e zonës industriale të mbrojtjes në Jahoc të Gjakovës. Me miratimin e saj hapim rrugë në teren ndërtimit të fabrikës së municioneve, të parës së llojit të saj në Republikën e Pavarur, që do t'i shërbejë ushtrisë sonë, do të arrisë sigurinë tonë dhe do t'i ngrisë edhe më tej kapacitetet tona mbrojtëse. Këtë vendim edhe më të veçantë e bën fakti që po e miratojmë pikërisht në ditën e forcës. Ndërtimi i kësaj fabrike, për të cilën tashmë kemi kontratën nënshkruar me prodhuesin turk MKE, do të përfundojë brenda vitit të ardhshëm. Municionet e para nga kjo fabrikë do të dalin në fundin e vitit 2026. Përveç fabrikës së municionit, kjo zonë industriale do të shërbejë edhe për investitorë të tjerë me të cilët jemi në kontakt dhe do të prodhojnë lloje të ndryshme të produkteve ushtarake, dronët ushtarak dhe civil made in Kosovë. Gjatë këtij mandati qeverisës, ne e kemi 4 fishuar buxhetin e mbrojtjes dhe e kemi 2 fishuar numrin e ushtarëve. Ushtrinë e kemi pajisur me sisteme të reja dhe më moderne të armatimit dhe të municioneve nga shtete anëtare të NATO-s, mbi 430 milion euro blerje të armatimit në këtë mandatin e parë janë shënuar. Në mandatin tonë të radhës do të investojmë mbi 1 miliard euro në mbrojtje. Duke rritur ushtrinë, e sigurojmë Republikën, duke ngritur forcën e sigurisë së Kosovës, e forcojmë partneritetin me aleat, urime të gjithëve dita e forcës. Të dashur qytetarë, të nderuar kolegë, që në muajin gusht ne bëm një zgjidhje të përkohshme, duke dhënë overdraftin për televizionin e Kosovës. Me shpresën që pas konstituimit të kuvendit dhe themelimit të komisioneve parlamentare, të arrihet zgjidhja e duhur për të cilën kishin përgjegjësi të gjitha partitë politike parlamentare. Ne nuk i kishim votet e mjaftueshme, pasi që partitë tjera refuzuan kategorikisht pagat për RTK. Siç edhe ka paralajmëruar ministri Hikuran Murati, këtë të hënë në konferencën e tij për media, kemi shqyrtuar disa opsione të mundshme për të dalur nga kjo situatë. Në këtë mbledhje, mjetet e nevojshme po ndahen nga kategoria e kursimeve. Pra, kjo zgjidhje e sotshme, apo më mirë të themi kjo mënyrë e tanishme, është veç se një improvizim i detyruar, pas përpjekjeve tona të vazhdueshme në Kuvendin e Kosovës për ta miratuar aty buxhetin për radio-televizionin e Kosovës. E një lajm të mirë e kemi për përfaqësuesin tonë futboll, për djemt me të cilët jemi krenar në çdo ndeshje. Për suksesin historik në këtë fushat të kualifikimeve në Kupën e Botës 2026, kalimin në fazën e play-offit me vendim të qeverisë, sot do të ndajmë 250.000 euro shpërblim. Në fazën e radhës hymë me plot vetbesim, besimin tonë në ta po e shprehim me zotimet tona për ta. Së pari, në rast të fitores ndaj Slovakisë, zotohemi për shpërblim në vlerë prej 500.000 euro. Dhe së dyti, në rast të kualifikimit në Kupën e Botës, zotohemi edhe për 1 milion euro të tjera shpërblim. Përpara Kosovë, gjithmonë me ty. E nga kjo mbledhje do të kemi lajme të mira edhe për klubin e futsallit, që po shkruan histori në gara ndërkombëtare, Prishtina 0-1, dhe për nxënësit që do të na përfaqësojnë në Olimpiadën e Shkencës dhe të kodimit NEO në Orlando të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ju faleminderit e vazhdojmë me pikat e para për mbledhjen e sotme të 277 me radhë të Qeverisë së Republikës së Kosovës. Fillojmë me shqyrtimin e propozimit vendimit për aprovimin e ekstraktit të procesverbalit dhe të transkriptit të mbledhjes së 273 të ekstraktit procesverbalit të mbledhjes 274
elektronike korresponduese të Qeverisë së Republikës së Kosovës. Ekstrakti i procesverbалeve dhe i transkripteve të mbledhjeve u është shpërndarë në linkun e materialeve të mbledhjes së sotme të qeverisë. Nëse nuk keni ndonjë vërejtje, ju ftoj për miratim. Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e dytë është shqyrtimi i projektit udhëzimit administrativ për mënyrën e emërimit të trupave për vlerësim të konformitetit. Qëllimi i këtij udhëzimi është që të mundësohet zbatimi i ligjit për kërkesa teknike për produkte dhe vlerësim të konformitetit, si dhe zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit. E ftoj Ministrin e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, zonjën Rozeta Hajdare, që ta merr fjalën.